Pas akuzave të ngritura nga një klinik private, Eliona Pitarka ka reaguar publikisht përmes një video në rrjetet sociale, duke i hedhur poshtë në mënyrë kategorike pretendimet dhe duke sqaruar se ndaj saj nuk ekziston asnjë shkelje ligjore apo procedurë gjyqësore. Deklaratën e saj, Pitarka e nis me një ironi "nuk jam në burg" dhe më pas thekson se kjo çështje është tepër sensitive për të pasi lidhet drejt për drejt me fëmijët. Ajo nënvizon se nuk ka ndarë asgjë që shkel ligjin, por vetëm informacione të përgjithshme, edukative të një natyre publike, të njëjta me ato që janë shpërndar prej vitesh në media, intervista dhe platforma të hapura nga vetë profesionistë të fushës, madje edhe nga vetë mjeku në fjalë. Eliona sqaron se nuk është pozicionuar kurrë si mjeke, nuk ka dhënë diagnoza apo këshilla individuale, por ka ndarë përvoja dhe informacione të përgjithshme, si nën dhe si person publik, në mënyrë transparente dhe të verifikueshme. Hello, si u kam? Nuk jam në burg, jo. Jam në dhomën time, sa po shqeva të voglën time me gjë. Tani, ju që më ndihni për vitesh e dini që unë nuk bie asnjëherë pre e shpifjeve, provokimeve, akuzave në rrjetet sociale. Kam 15 vite në televizion dhe kjo lëkura ime është rregjur me çdo padrejtësi që më është bërë dhe ashtu me atë që më karakterizon, qetësinë, durimin edhe heshtjen, gjithmonë kam zgjedhur të mos prononcohem. Por këtë herë është ndryshe, ju e dini mi që po bëhet fjalë për fëmijët, dhe kur bëhet fjalë për fëmijët, si një nën me 3 fëmijë vet, sigurisht që më dhëmb. Dhe këtë herë vendosa të bëj një deklaratë, për të vetmen arsye se kam shumë njerëz të shqetësuar, ndjekës, familjar, që po shikojnë këto lajmet lart e poshtë që Eliona do shkojë në burg. E para njerë push letra nga gjykata. S'po e shoh gjikundi. Kështu pra të dashur miq, në shtëpinë time nuk ka ardhur asnjë shkresë zyrtare, asnjë thirrje nga gjykata. Mos ndoshta tani e ka me dy mendje ta nisi apo mos ta nisi, po ç'a do nisi xhanë, më nuk e di ç'a provash do japi në gjykatë. Kjo thjesht sa vërteton faktin që i gjithë ky sulm nuk është ligjor miq, është thjesht tentativë për të më prishur mua imazhin. Tani nëse kjo klinika më ka etiketuar si pseudomjeke vetëm sepse kam shpërndar informacione të përgjithshme që çdo nën e çdo prind ka akses t'i shoh kudo, a mos ndoshta edhe dikush tjetër sot po sillet si pseudo gjyqtare dhe po bën deklarata duke më akuzuar dhe duke më dënuar më saktë me 3 vite burg pa asnjë shkelje? Dhe këtu linda e pyetja tjetër po aq e rëndësishme. Çfarë kam publikuar dhe çfarë kam thënë unë më shumë se çka thënë ky mjek vet në përdalje publike, në për intervista dhe kudo? Çfarë? Pra, unë kam dhënë thjesht informacione të përgjithshme që çdo prind ka akses t'i lexoj prej vitesh tashmë kudo në për rrjetet sociale, në për internet, në për artikuj të ndryshëm. Janë informacione që vetë ky mjek i ka dhënë në intervista të ndryshme televizive, në për rrjetet sociale, në për dalje në media. Janë informacione që gjenden lirisht kudo. Por nëse i them unë, jo, nuk duhet ta bëj. Nuk duhet ta bëj sepse në fakt, vetë klinika ma ka komunikuar para disa vitesh që për këto informacione duhet paguash 50.000 lekë vizitën. Pra kur e thot mjeku vetë në intervistë që ju lutem, mundoni të mos i jepni me njëherë shurupin e temperaturës fëmijës, është okej. Nëse unë e them që shiko mjeku më ka thënë tekstualisht të njëjtën gjë, nëse e them në Instagramin tim, jo, nuk është okej. Nuk është okej sepse nëna duhet shkojnë ta vizitojnë fëmijën atje dhe të paguajnë 50.000 lekëshin. Nuk duhet të shpërndajnë informacion falas. E kuptoni? Eri theksoj edhe një herë që çdo bashkëpunimi imi, çdo postimi imi, çdo story e imja ka qenë transparente, ka qenë aty publike, është lehtësisht e vërtetueshme se çfarë un kam rithën, çfarë un kam rishpërndar nga klinika dhe nga mjeku. Informacione që gjenden kudo. Dhe kjo tentativë për ta bllokuar këtë informacion, për ta izoluar këtë informacion, për ta bërë personale dhe individuale, është thjesht një tentativë që këtë informacion ta marrin duke paguar. Dhe me sa duket Eliona i ka cënuar këtu. Ky është problemi. Dhe kjo është, më saktë, ky është realiteti ynë i hidhur në Shqipëri, kur këshilla nuk të jepet me një mesazh në telefon nga mjeku, po të kërkohet që të shkosh të nesërme në klinik për ta ndjekur rastin. Asnjë mesazh për të qetësuar një nën nuk jepet më. Por kalon nesër te klinika. Pra miq, informacioni sot, qoftë edhe një këshillë e thjeshtë dhe e përgjithshme, nuk mund të jepet më pa paguar.
Po mirë, ngeli shëndeti fëmijëve të mi dhe i gjithë fëmijëve të Shqipërisë vetëm në dorën e kësaj klinike, e këtij mjeku. Po sot kemi forume amerikane, italiane, europiane, ku ka aty me mira nëna që ndajnë eksperiencat e tyre dhe këshillat që kanë marrë nga mjekët e tyre nga gjithë bota. Në këto forume bile s'ka mjek profesionist, human, se kjo gjëja ka vdekur këtu te ne, nuk janë më njerëz, të cilët ndajnë informacione po ashtu të përgjithshme për të lehtësuar sikletin, merakun, frikën e nënës. Unë jam pjesë e këtyre forumeve, unë nuk kam mbetur të marr informacion vetëm nga kjo klinike dhe nga ky mjek. Ju e dini shumë mirë sa lexoj, sa artikuj kam lexuar dhe vazhdoj të lexoj nga gjithë bota. Ku ke akses falas, e theksoj, falas për të marrë të gjitha këto informacione. Ajo që realisht më shqetëson nuk janë këta individ, që me thënë të drejtën as emrin njerëz nuk e meritojnë të quhen, por është ky fenomen i shëmtuar, pra që çdo gjë është kthyer në biznes, që kur ju cënohet kjo vjellin vrer edhe duan që çdo gjë ta shesin. Nuk jepet më sot asnjë këshill, asnjë sugjerim. E siç thash, nëse kjo klinik do kishte qenë mjaftueshëm profesioniste, edhe një institucion mjekësor siç e quan veten, minimumi do kishte bërë një deklaratë publike, do kishte hedhur një akuzë, do ta kishte ndjekur ligjërisht. Nuk ka nevojë për kaq shumë zhurmë, thjesht për të tërhequr vëmendje dhe thjesht për të tërhequr punë që me sa duket i mungon kohët e fundit. Po dhuroni o njerëz, dhuroni dashuri, dhuroni këshilla, sugjerime, mendime, se cili do t'i dëgjoj do bëj sipas kokës së vet, por i jepini, qetësoni një nën, një prind, këdo. Si përfundim dua të sqaroj edhe atë akuzën për mesazhe kërcënuese. Come on, seriozisht e keni. Ju e besoni që unë si një figurë publike prej 15 vitesh do jem aq sa t'i dërgoj dikujt mesazhe të shkruara kërcënuese? Nuk e kuptoj më se çfarë kërkon kjo zonja nga unë. Mos ndoshta doj pamjen time, fëmijët e mi, apo burrin tim, apo familjen, suksesin, apo do t'i bëhen bashkëpronare të biznesi dhe t'i jap në një lek, se nuk po e kuptoj. Realisht kjo gjë është kthyer në personale, e frikshme nga një njerëz që as nuk e kam përshëndetur kur shkoja në klinik. Mendoj që ka nevojë për një vlerësim psikologjik dhe e them seriozisht këtë. Mos ndoshta kam nevojë edhe për një urdhër mbrojtje. Ju dua.